Hiqini pikat e zeza një herë mirë duke përdorur vetëm 2 përbërës. Që të hiqni pikat e zeza gjithmonë duhet të mendoni për një truk ose produkt që ju kryesisht mund ta përgatisni lehtë. Shumë femra dhe adoleshentë luftojnë me pikat e zeza në fytyrë. Arsyeja pse jeni lodhur nga këto është sepse vazhdojnë të dalin vazhdimisht edhe pas pastrimit. Të gjitha ato kremra që keni shpenzuar para nuk ju kanë dhënë rezultatet e duhura. Gjithashtu, çdo gjë natyrale është shumë e mirë dhe nuk shkakton probleme anësore në shëndetin e lëkurës. Për këtë ju duhen 2 lugë me qumësht, 1 lugë gelatin pa aromë dhe një enë të disponueshme. Përzierni përbërësit në enë, vendosni përzierjen në mikrovalën tuaj të nxehtë për 15 sekonda. Më pas, e vendosni këtë përzierje në fytyrë e lini të qëndrojë për 15 minuta. Filloni edhe duke lehtësuar edhe lëkurën tuaj nga këto probleme siç janë pikat e zeza. Vëmendje,